një sistem pa dashni, prodhot të shkatrim. Veja Qoku, është rada juj me më tregu. Unë jam Valbona Qoku, Mirakaj nga Borisin. Po flas pak për familjen e babës tim, se unë e njoh pak, po historia e njeh më shumë. Jam stëndejt se Elias Dibës, kryetarit lidhjes për Izraelit. Ndejt, do me thënë gjyshirim, ishte Habir Ohri Qoku, një patriot i penës dhe i pushkës, që shkriu gjithë pasurinë e vetë për të mirën e qytetarëve ti, hapi shkolla, bëri shumë punë të mira dhe që për mu nuk u ditër në kohën time. Jam dhe vajza e mentor Qokut, ka qenë deputet në kohën në 44 në Aratis dhe gjithë jetën e vetë në emigracion punoj për këtë vend. Dhe priti ditës se erdhën dhe i për fatin e mirë të ti që i gjallë, dhe me thënë qenë të paktët për moshën që kishte, në vita e zuri të fort dhe bëri maksimumin për këtë vend. Atëherë, nga familja e burrit jam Mirakaj. Burri im është nipi i Kolbit Mirakës dhe djali i Palbit Mirakës. Të persekutuam shumë, punuan shumë prindët e tyre dhe fëmijët, gratë dhe fëmijët u morën të gjithë siç ishin dhe në 45-ën deri në 90-ën kemi internim gjatë gjithë kohës, në përburgje, në për internime. Kurse unë, në moshën 16 vjeç, më morën nga shkolla dhe më internuan deri të Miraj. Dhe gjithë këto vujtjet e popullit të shqiptar, do me thënë që vujtja ime që një pikë, si me thënë, po që një dhe shumë e rrallë, se një vajzë vetëm, në internim nuk shte bërë atina herë. Unë mora nga shkolla dhe u çova në ca njerëz të panjohur për shumë të mirë. Ishin familje të mira shumë që më mbajtën afër dhe Zoti ma beshi që unë se të them si ndaj dhe denje familjes time. Se ishte shumë e zorshme. A kemi ndërnim? 2 fëmijë të mrekullueshëm, 3 fëmijë të mrekullueshëm. Përpara se t'ju rikthehem, vërej që 3 zonjat e 3 familjeve të shkëlqyera dhe këtu sot po flasim jo për familjet se sa për persekutimin që ato kanë mësuar, është hera e parë që dalin në një televizion, apo?